U vra për shkak të xhelozisë nga burri, Jakush është 55 vjeçaria që u qullua për vdekje në portën e banesës së saj në Shkodër. Detajet të reja kanë dalë në dritë nga vrasja e Bardhë Ziçit në Shkodër, e cila u qullua për vdekje nga bashkëshorti i saj, Shtjefën Ziçi. Mediat kanë publikuar fotografinë e 55 vjeçares e cila u vra me armgjahu nga bashkëshorti i saj, i cili sipas raportimeve nuk ka shfaqur asnjë shenjë pendese. Mësohet se shkak i krimit të rënd ka qenë xhelozia. Çifti ishin prindër të një djali dhe një vajze dhe punonin në marketin e tyre familjar, fare pranë vendit ku Bardhë Ziçi u qullua për vdekje. Pas një debati mes tyre, Shtjefën Ziçi kishte kërkuar celularin bashkëshortes, por ajo kishte refuzuar t'ia jepte. Më pas, 62 vjeçari është futur në banesë dhe ka marrë armën e gjahut dhe ka qelluar për vdekje grua në portën e shtëpisë.